Pra shikues të nderuam, po filloj me përgatitjen e pitës. I kom bo gati krejt çka na duhen, edhe porrit i kom grincu, i kom bo gati, veç duhet mi ushtu edhe përbërësi tjerë që janë në ratë të parë vaji. Kemi mishtu varësisht, po dikon 4-5 lugë vaj. Për masin që jam unë të përgatit. Që kjo jenë nuk është shumë e madhe, kështu që nuk po dojna me zgat recetën 3 ditë, po se edhe ona nuk na pret, kështu që kemi mi hidh këto edhe pak krep. Temperaturën mesatare që këto gradualisht me u fërgu. Edhe derisa porrit ose masa fërgohet, kemi me bu brumin. Kështu që pa humbur kohë, po shkoj me përgatitjen e brumit. Ujin paraprakisht e kemi vok. Për masën e tepsisë që unë e kam, na duhen parafërsisht 2 gota. Mirë është, super. Hedhim pak krep. Edhe pak vaj. Mielli sigurisht është i preferuar jam, pra finesa. Jo mësu me këtë lloj mielli dhe nuk e ndroj asnjëherë. Brumi bëhet shumë i butë edhe shumë lehtë për hapet, kështu që unë e preferoj me gatu me këtë miell. Vetëm edhe një detaj që do na me theksu, mielli finesa e ka edhe special miellin për pica, unë zakonisht e përdorit qatë miell për pitet e mia, kështu që provojeni se nuk keni me u zhgënjy. Ja, pra shikues të dashur, brumi është përfundu. Unë zakonisht brumin e la pak ma të butë, mandej e la me pushunja 10 deri në 15 minuta, mandej e punoj edhe një herë me pak miell edhe shumë i mirë bëhet. Kjo është gati. Okej, mbushen, kemi mishtu edhe vaj krem. Purit harova me cikë që për këtë tepsi na u ka ndash dikon 3-4 purit, po kjo është krejt në varësisht prej preferencave. Kështu që unë i qes veç vaj krem për pas vajit në fillim që i kemi vendos, për ndryshe ky vaj kremi ja jep një shije tepër të mirë, edhe për çata nuk i shtoj kur gjë tjetër, se s'ka nevojë. Derisa të na vjen brumi, që kemi bu gati dhe ka me pushu pak, pe bojmë gati gjalpen edhe vajin, i përzim të dyjat bashkë për mi ha petat. Zakonisht e përdori i boj bashkë dyjat, ndoket që edhe peta lëshot hapet shumë ma mirë, edhe një shije ka pak ma ndryshe se me bo veç me gjalp ose veç me vaj. Edhe në fund, masi që të përfundojmë krejt, kemi me lyp me pak vaj krem, unë i shtoj pak vaj, pak shmand, vaj krem, si cili e ka atë mënyrën e vetë, po unë e kom që mi përzi krejt qëto përbërs, edhe lyp për mi, edhe mandej fosfor.
pra brumi veç ka ardh. Tash kemi me punu edhe pak me duar edhe kemi me ndonë në kuleç të vegjël. Po nuk u bo brumi, ka të na shkon mundi. Pra që shpeshene, brumi është ka gjajbut, që mundësia për më na u hap petat, është bajegi e mirë. Kështu që, është në favor tonin. Unë i bëj ka 3 kuleç bashk edhe e formoj një petë, cilin kemi me hap edhe me pa mandej krejt procesin që shë bëj. Ko ka pak e vështirë edhe me gatu edhe me fol, dhe me thonë nuk jem të marrë as shprejet, po me rëndësi pitja me na u bojë mirë, tjerat shkojnë e vinë. Edhe normal me dorë është pak ma vështirë me punu. Tadam! Okej, si shpesheni, kena përfundu me kuleç që janë bu shumë të bukur. Kemi milion 5 minuta me pushu. Okej, besoj që kam pushu mjaftueshëm. Tash kemi mi bu bashk me gjalp edhe kemi milion prat me ardhë 5 minuta. Brumi sa ma shumë që lihet me pushu, aq ma letë punohet me ta, kështu që nuk ban mos me lanë me pushu, se nuk mund është mas nej me hap petat edhe me realizu pitën që ti donë. Hajde zemër rridhe pak, mos më lër pa thënë një fjalë, se më bën të ndihem faj, nuk e meritoj as pak. Kështu që gatimin duhet normal me bo me dashuri, me muzikë, për ndryshe gatimet ose përgjithësi gjanat ushqimore bën mirë kur ti i dashuron. Me zër as gatimi nuk e ka, kështu që mundësish me dash kuzhinën është mirë. Se recetat ju bun shumë atë shishme. I kemi mi hap kuleç, tash kemi mi bu bashk normal me gjalp edhe me vajin që i kena shkri. Për një petë mu më duhen 3 kuleç të vegjël. Në këtë formë. E tash kemi milon edhe 3-4 minuta tjerë, derisa vaji të krym punën e vetë, që peta më na u zgjat pak ma letë. Po vazhdoj me hapjen e petës. Po shpresoj që peta ka më na hap mirë. Kështu kena, se dhja kena hapësirë të mjaftueshme. Brumi ka pushu mjaftueshëm, kështu që jena në rregull. Ka më na dalë një pite, gishtat milion të. Petën nuk po e hapi ma shumë, se edhe gjatë mbështjelljes hapet hala ma shumë. Tash e shihni krejt procesin, se këto pitet me pore
ose me mbushje, bëhen në forma të ndryshme, po unë e preferoj qëtë formë. Se gjatë mështjeljes, peta ka mundësi mu rrit hala ma shumë, edhe bëhet tepër e hollë. Era për vjen tepër e mirë për ndryshe. Ju se njini, po. Na këtu për e një. Okej, tash po fillojmë me të shtjellë. Tash keni me pa pse une e du mielin finesa. Se asnjëherë, në gatimet e mia nuk dështoj. Pra që shpeshene, zgjatja bëhet në këtë formë. Ka nevojë edhe për pak i ndyrë. Edhe pak i ndyrë shtojnë në tepsi. Një, dy, tre. Dhe ja, pra kjo është pitja me porre që kom përgatitur sot për ju, kështu që edhe pjekja u bo shumë e mirë, ka marrë një ngjyrë shumë bukur, edhe për fund veç pak ujë. Wow. S'po m'besohet, ha? Falë që ju hina në kuadër. Shikues. Edhe mbulojna, pak. Besueshme. O, mbuloj. Me pushu një 5 minuta. Dhe më thonë, krej që këj gatim më ka shku 5 minuta me pushu, 5 minuta me pushu, 10 minuta me pushu. E di, ama duhet pak me pushu, zbutet pak, ftohet edhe një mrekulli. Voila! Ja. Kjo është art. Wow! Ja. Hajde kamera. Ja si duket pro. Opa. Ja si duket kolpitja e rivës. Lutem kamera, hajde rreth. A muj me janis ryp? Po, mund është me provu lirisht. Wow! E që tash, muj me hangër ryp. Shija është. Presu, në? Pret. Shijoje. Që po e në pak jo gota, bën qështu? Po. Shqiptarske. Perfekt. Wow.